Kurti, deputeti Kurti, është duke qeveris me rezultate para 4 viteve. Pra i ka pas 50% para 4 viteve, prandaj ka qenë kryeministër, tashmë si ka, me qenë se si ka, nuk ka legitimitet besa dhe pak moral politik se si mund bash një detyrë kur s'don populli. Këto janë qëndrime paraprake që kanë shkaktu krizën, këto s'janë kompromise. Pra nuk ka lëvizje prej pozicioneve që kanë shkaktuar krizën deri më tani. Edhe atë ditë në takim, po dhe sot para jush, po e them të njëjtën gjë. Nuk mund ta quash kompromis insistimin në pozicionin ton paraprak. Fundja bëje një zgjidhje, nëse kështu ta merr mendja që mund të krijosh institucionet, takon të bësh edhe zgjidhjen. Kompromisi pas akt vendimit, akt gjykimit gjykatës kushtetuese është i pakuptimt. Pra tani duhet të zbatojmë akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, por ndryshe bëjmë shkelje të rënda ligjore. Dhe LDK natyrisht do të drejtohet edhe gjykatës kushtetuese, që në mënyrë që ai të qartësoj aktin e tanishëm. Pas akt gjykimit, për bindjen tonë, ka ndodhur një përmbysje e rendit kushtetues në Republikën e Kosovës, sepse partia e parë, grupi më i madh parlamentar, ka refuzuar të respektojë gjykatën kushtetuese. Thashë gjykata kushtetuese do deklarohet, thotë ka bërë shkelje apo s'ka bërë shkelje. Absurditeti i gjendjes së tanishme është interpretimi i interpretimit. Po ai interpretim është i shkruar në gjuhën shqipe. Dhe nëse gjykata kushtetuese thotë qartë që të parit të takon propozimi dhe krijimi i shumicës, s'kemi çka interpretojmë më tepër aty. Nëse gjykata kushtetuese nëpërmjet paragrafit 187 thotë se zgjedhja e kryetarit të kuvendit bëhet sipas praktikave parlamentare deri sot. Ne i dim se janë praktikat parlamentare. Pra takimet janë të mirëseardhura, përfshirja e presidentes është e mirëseardhur, ajo fundja fundit është garantuese e funksionimit demokratik të institucioneve.